إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تجيء فالدين بالعظيم اتقين الله بالمطلوب أعطيت على الباب بهذا بريتين دين من الفارق كركين كركين الله بالمطلوب أعطيت الشيء نفس هذا الشيء المرتشية كان توزن الله مكاف شديد لكن ديان الله مكاف شوزي دشمن الله مزوفي إبداع كمية تضربه رسول محمد صلى الله عليه وسلم الشرعي بالوالدين Të ndërruar vëllezër, kjo është gjërmënia e tretë pas Bajramit. Me thonë, para 3 javë kishmi edhe Bajramin në gjërmën në një ditë. Dhe më njëherë një javë pas Bajramit në gjërmën e parë të themi mas namazit të Bajramit dhe mas gjërmës e cila ra në ditën e Bajramit. Folëm për qëndrueshmërinë në punë të mira mas Ramazanit. Dhe thamë se kur e shëhim njeri I cili vazhdon në punë të mira mas Ramazanit, kjo është një shenjë bajaki e fortë se punët e tij të mira janë pranë. Pra këto shenja njëkohësisht janë edhe vepra të mira, shenja të cilat ne mujna me I përvetësu. Prandaj edhe flasim për ta. Nuk janë shenja të cilat na vinë dhe ne s'kemi asnjë rol në pranimin apo mos pranimin apo mos ndryshimin apo mos ndryshimin e tjerë. Pastaj javën tjetër gjithashtu në folëm për një shenjë tjetër e cila ishte gëzimi me punë të mira. Kur ta shohësh dikën se gëzohet me kryerjen e një vepre së mirë, kjo është një element shumë I fuqishëm se është në rrugë të mbarë. Sot është gjërmënia e tretë që do të flasë për një shenjë tjetër se veprat tona janë të pranuara te Allahu dhe se jemi duke ecur mirë. Ajo është frika nga mos pranimi I veprave. Që kjo ndjenjë duhet me na shoqëru deri në vdekje. Mos me thonë dikush, me thonë une, kryj këto punë, e fali namazin atë kërë për punë mira, kur kujtu t'i bëjnë zullon zemrën e kam mirë, edhe me thonë me arrit në një situatë kur njeri me thonë se është banor I xhenit. Nëse e ke që bindje, kjo është një shenjë e devimit. Ani që duke se ti I bon disa përdi se cilat vepra ti ka pranuar Allahu subhanahu. Së mos tash në këtë kohë, ku veprat e mira po ekspozohen në pa masë. Ekspozohet namazi, ekspozohet ibadeti, ekspozohet në leximi I Kuranit, ekspozohet sadakaja e kështu me radhë. Pra, duhet me jetu me frikën se vëllai ne na të bëjmë në punë, por Zoti e di a na pranon apo nuk pranon. Jo vetëm frikë, normal se kjo shoqërohet edhe me shpresë, se të çfarë do punë. Me punem që kemi shpresë, po shpresa në fitimin e shpërblimit të Allahut gjithnjë afër vetes do të pasë frikën. Allahu subhanahu wa taala në ajetin 16 të surës Mu'minun të thotë: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Që thotë, ata të cilët japin nga ajo që është dhënë dhe zemrat e tyre janë të frikësuara. Ata që japin nga ajo që ata ju ka dhënë Allah. Dhe zemrat e tyre janë të frikësuara, sepse e dinë se te Zoti I tyre do të kthehen. Kër e ta shqetësuar që këta jetë Aisha radiallahu anha, që japin, normal, japin atë japin të mund të mirë, se zemrat e tyre me gjithë të frikësuara. Ta ja Resulullah, a janë ata të cilët
pinë alkohol, edhe vjedhin, janë hajna, a flet për ata ta bojnë pia e Sidikut, Sidik është buget, nuk flitet për ata, por ta flitet për njerëzit të cilët agjerojnë, falin namaz dhe japin sadaka. Mirë po zemrat I kanë të fiksuar se mos vallë punët e tyre nuk pranohen nga Allah. Sepse, pejgamberi thotë, shikoj ajetin që vjen mas, 61. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Allah mos I tregon se zemrat I kanë të fiksuar, thotë, këta janë ata të cilët nxitojnë në punë të mira, në khairate, në punë të mira, dhe janë të parët në këto punë të mira. Të parët, namaz janë të parët, në aktivitetet të parët, në dhikër të parët, në punë të mira janë të parët. Mirë po kanë frikë, pse se? Allahu si që kanë potencuar në këtij hutbet e kaluara, Allahu e ka fshehur prej këtij umetit kabullin. Ne nuk e dina është pranuar një vepër apo nuk është pranuar një vepër. Me jetu me këtë ndjenjë se Allahu mund të s'me t'i pranuar një vepër. Zoti na ruaj. Ka njëherë njeri nuk e heton se veprën e ka me një jetë të përzier atë. Nuk e ka 100% pauzë të para Allahut. Dhe nëse ajo vepër që e bëjmë një jetë I përzihet me një interes tjetër, me një qëllim tjetër, asgjësohet. Ne duhet me jetu me këtë. Thot njëri prej tabiinëve, quhet Ibn Abi Mulejke. Thot I kam taku ma shumë se 30 prej shokëve të pejgamberit. Tabiinët kush janë gjenerata e ditë muslimanë. Thot jam taku me ma shumë se 30 sahabi. Edhe se cili prej tyre friksohej, mos vallë mundet e ka plu një fakë. Mos vallë është munafikat njetë, munar njëtë dhe njëtë me shiku zemën dhe vetë njetin dhe vetë, po pëse falen, po pëse banë, ato falen 100% për këtë Allah, ato I ndihmojnë dikujt 100% për këtë Allah, ato ato flasin një fjalë të mirë dhe 100% për këtë Allah, apo kemi në një njetë tjetër. është delikate që është e mjetë, është shumë e ndishme. është shumë e ndishme. Mjeti mundet, në më thonë për pak, si e tregon një adet. Për qatë një hadith që shkashim atë ka se thotë, mas shumë ti që friksohen për umetin ti është shirku I msheft. Tha një Rasulullah, shka është shirku I msheft? Thotë, qohët njeri një farë të reqate, dhe vërenë se ti kushë duke e përcjellë, duke e shiku, dhe fillon e sbukuron namazin e ti. I prishët njëtë, në qast, I prishët njëtë. Mundet me opishtë një. Përshat, se kjo është në qështë nuk mundet me dikush dhe unë njëtë e kam shumë mjetë. Alhamdulillah që I njëtë me fushishë për jetë Allah. Po ki njëtë mundet për një sekundë në rishtu. Pra dhe në duhet me në shëqëru frika edhe kur bëjnë dhe pratë mirë. Allah s.a. kur tregon në surën Bekër për Ibrahim e Isaq dhe Ismail që kanë ndërtu qafë. Thot, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Përkujto kur Ibrahimi dhe Ismaili ngritën muret mbi thelelet e qafës. Dhe bëshin dua, dhe ishin Allah, banëve ka pullë që ke prej nesh, me të vërteti, dhe I qëtishëm dhe gjithë shanë në gjatë, në I pranozëm, kur e leconin djetarët e hershën që këta jetë qanë. Thëshni subhanallah, njeri më I dashur ka Allah, që qërë ka vishë Khalilullah, a e ka të kapin, Ibrahimi a.s. Nofën e ka, Khalilullah, më I dashmi Allah, më I dashmi Allah. Qa të po? Ka në një për mirë, qa për E në dërtu? Me gjitha thërë, është frigu se mos vallë, Allah nuk ja pranon. Po nëse ma I dashëm, e ka bo punën ma të mirë, me gjitha të ka pas frikë se mos vallë, Allah mos mja pranon, mos mja pranon këtë vepër të mirë, atë shumë vete për nere. Për qatë, nuk duhet me na kaplu dhe me na mbërthy
vetëpërqimi, ose vetë mashtërimi, me thonë, unë e mashallaja. Nuk duhet as me mendu, jo me thonë. Unë e këtë në regullë, jo nuk jemi këtë në regullë. Pa e, në me thonë, vullën, në nësë mund të ka të disa peritorë, nuk ka vullë të shpamën në gjenet, që atëherë të ati shi në regullë. Që atëherë të mëdhën t'i kemë rinë në një falës ki fitu. A më dhe atëherë, është, në mëdhën, rëziku është evident. Eksiston rëziku. Njëri prej sahabëve, të përëzëm gjurët Uthman ibn Mef'un. Së është Uthman ibn Affan, ka një fjej të rejtë musliman, në një tjetër sahabë e ka pësimin, Uthman ibn Mef'un. Edhe është njohër për shumë i badelgji ma, asket i ma, si ka të është të njërën fare, në zemën e ka pasë Allah s.a. Kur ban një zret, prej Mekës në Medine, e marrë disa ensar në Medine, po shumë shpejt smunet edhe vesë. Në dhënë e ndër kanë vendosur mirë, para të të ushë, në dhënë bajnë të të shpinë e vetë, ta e të familjen e vetë. Ajo ishte në lodhën e në shpërgumjes dhe hijrejt që ishte në tesë. E atë e njëshën sahabë se qëfar i më të gjiru. Edhe njën atë e grave të shpje, duke njofë Uthmanin, tha unë të shmoj para Allahut se Allahu ti të ka ndërru në gjenet. E ne të që të rëbeni së së këtë fjallë. Tha, e qka të bani ti, pekaj ditë ati se Allah e ka ndërru Uthmanin e gjenet. Pasha Allahu, tha përsa, unë jam për nëvejt Allah, nuk e ti qka të bëhet me mu në ditën e gjykimit. Në disa transmitime, që është një të këtë transmitimi sakë, nuk e ti qka të bëhet me mu, në disa transmitime nuk e ti qka të bëhet me Uthmanin. Në në shëshur është transmitu. Nuk e ti qka të bëhet me Uthmanin. Unë jam për nëvejt Allah. Ma një afërti me Allah, që Allah mund ka që u shpake, edhe nuk e ti që të ndodhe me Uthmanin në ditën e gjykimit. Edhe pse thotë, unë shpresoj ma të mirën për ta. Unë e shpresoj gjeneti për krejtë. Unë e shpresoj gjeneti. Ama për besimin tonë është që mos e prej praktikanë sa është banori gjeneti, se i bjesi përse ti po i përzihesh në kompetenca krijuesit. Nuk krejoti. Parë se një me to. Dash për vetë, dash për vetë Allah që ki gjeneti është. Nuk krejoti. O shëndalume. O shëndalume dhe Allah dhe urejtë, së shpuna jote. Nuk është puna jote, asë një një që kuj me do këtë gjë. Allah dhe zë o gjeneti kush është të gjenet. Fundi i fundi. Edhe kjo gruja, pas këti momentit, kërkanë më në kelafërë. Kërkanë më në këtërë se është në dojnë gjeneti. Kër i në gjëmë të fjallë e të da në dhja shumë në mërzikur, se e një ka të Unë la ala, e ka pasime, nëna e ala. Të të rash me flejt, edhe e pash në andër Uthmanin. Edhe e pash atër ti një burim ujë. Një burim. Edhe nëse të në shola i tregova për nga mberi sallallahu alaihi wa sallam. Edhe që e pash Uthmanin ishte një burim atër ti. Të të nësëm andër e mirës. Kjo është vepra e ti e mirë, burimi. Edhe ka komentu këtë burimi dhe në terëvezë, se vëllësëm me vepra të mira që i ka bon, Uthmanin. Mirë, po kretë këto janë sinjale. Këto janë sinjale. Pra ne për akitës e misionetit është, mos një thonë kërkujt e tjerë që me tjerë. Ne thema, kush i ma që të punë dhe i në gjenë? Ati, zotë e kështë të dojtë në fund të jetës. Ne shpresojmë që ti që të rështë. Shpresojmë që ti është në dhënë i fuqishëm dhe stabil në punë mira. Mirë po, kur kush nuk jeti se si do të jetë në dhënë përfundim i jetës e ti. Kur kush nuk jeti. Pra ne, kjo ndjenë të ndërvartesë. Kjo ndjenë në jetë dy gjërë. Pra ndjenja se mundet mësë më pranu vepra të tona, në jetë në nësut të gjënë. E para, në banë më të kujdeshëm në vepra. E para në tregon se jeni në rrugë të mbarë, se ti frigohesh, ashtu si janë frigu sahabët, ashtu si janë frigu në rrugë të mbarë të të mirë, janë frigu se vepra të tjere mund të mos pranon, dhe dita të banë më të kujdeshëm. Ti kur gjonë nuk je garanci se ti je kime e fitu gjenetin dhe Allah s.a. Pra,
qëndrueshmëria në vepra të mira. Mu gëzu kur e bën një vepër të mirë. Dhe mu frigu se Allahu subhanahu wa ta'ala ka mundësi mos më të pranon vepra për arsye të ndryshme, ka mundësi diçka për vepra mos më të kabul, të janë shenjat më të fuqishme se Allahu subhanahu wa ta'ala ti ka pranuar ibadetet që ti bën në Ramazan, ibadetet që bën pas Ramazanit. Duhet me vazhdu me këtu derisa të takojmë Allahun subhanahu wa ta'ala në mësot që të tesim e veprat mira. Në kullu qawli astaghfirullaha ولسائر المؤمنين بالقلوب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.